Më 12 maj është përmbyllur afati për subjektet politike për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor. Gjatë periudhës 11 ditore, nga 2 deri më 12 maj, KQZ ka pranuar listat me emrat e kandidatëve për deputet nga 23 subjekte politike, prej të cilave 18 janë parti politike, 3 koalicione, 1 nismë shtetare dhe 1 kandidat i pavarur. 4 parti politike, të cilat më herët kishin njoftuar KQZ-n për pjesëmarrje në këto zgjedhje, nuk kanë dorëzuar listën me emrat e kandidatëve të tyre për deputet. Sipas planit të miratuar më herët nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i certifikimit të kandidatëve për deputet pritet të përmbyllet deri më 15 maj, por paraprakisht kandidatët do t'i nënshtrohen verifikimit, pra nëse i përmbushin kriteret ligjore. Në kuadër të përmbushjes së detyrimeve ligjore që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë apo aftësinë e kandidatëve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bashkëpunojë me institucione relevante, të këtë cilat do të dërgojë kërkesat për verifikim të kandidatëve për deputet. Pra, në këto institucione, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dërgojë listat e prezantuara apo paraqitura nga ana e subjekteve politike dhe nga to do të kërkoj pra verifikimin nëse kandidatët janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.